Megjithëse gjatë 3-4 viteve të fundit nuk janë shënuar për mbytje të mëdha në fushin e Dropullit, strukturat vendore të bujqësisë janë në gatishmëri për evitimin e tyre. Rezervuarët e zbrazur, por edhe kanalet kulluese janë në vëmendje të grupit të punës. Drejtori i Drejtorisë së Administrimit të Ujërave, Pyjeve dhe Kullotave i Bashkisë Dropull, zoti Grigor Dushi, prononcua zyrtarisht për televizionin publik. Është bërë evidentimi i gjendjes ekzistuese të digave, të shkarkuesve katastrofik, të ujëmbledhësave dhe të kanaleve kullues dhe vaditës. Është përcaktuar gjendja e tyre dhe është caktuar lista emergjente e ndërhyrjeve. Gjithsesi, disa nga rezervuarët në zonat malore të Bashkisë Dropullit paraqesin probleme teknike. Më emergjente për ndërhyrje në rezervuarët është rezervuari i Pepelit, i cili është jo vetëm i madh nga kapaciteti, por paraqitet dhe dëme në rast se do ketë ndonjë dëm të madh për njerëzit dhe për institucionet që janë poshtë saj. Komisioni gjatë verifikimit të gjendjes në teren rezultoi se kemi një dëm të madh në rezervuarin e çatistës, tek rezervuari i madh i çatistës, i cili nuk ka mbajtur ujë për shkak sepse ka rrjedhje nga Saraqineska. Bashkia Dropull ka marrë të gjitha masat dhe së shpejti do fillojë ndërhyrje për rregullimin e Sarakineskës në mënyrë që ky rezervuar të jetë gjithmonë i mbushur. Njëkohësisht, në Bashkinë e Dropullit është krijuar një grup pune për të evidentuar problemet edhe në rrjetin e vaditjes, për të marrë masa para përgatitore për sezonin e vitit të ardhshëm.